Fenomeni shkodran Luiz Eli sapo ka zbuluar se ndodhet në plazhin e Velipojës së bashku me dy gjyshet e bebushes së tij të adhurueshme Luna Mari. Luizi sapo ka publikuar një video ku shfaqet duke ecur në rrezet e diellit krah për krah me dy krushka. Bëhet fjalë për nënën e tij Angelina Eli dhe gjyshen e moderatores bukuroshe Chiara Tito, e cila me sa duket ka nisur plazhin së bashku me krushkën. Shkodrani i zemrës i ka filmuar teksa ato ecin pranë njëra tjetrës të relaksuara dhe duket që e kanë shijuar ditën e sot me buzë deti. Luizi dëgjohet në video teksa thot: "Kush e ka zbukuruar Velipojën, nëna Angji me nëna Letën?" Këtë ai e përsëriti buzëqeshur 2 herë dhe normalisht edhe për t'i ngacmuar. Ndërkohë në video teksa shkodrani i zemrës filmon mund të shohim se si nëna e tij Angji tenton t'i shmanget kamerës së telefonit, ndërsa krushka e saj gjyshja e Kiarës i ngre syt nga kamera e buzëqeshur. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë, por sa kanë videon me qindra komente dhe mesazhe pozitive, pasi dihet tashmë që të gjithë adhurojnë ta shohin si nënën e tij Angelinën edhe gjyshen e Kiarës, e cila nuk bën përjashtim. Duket që dita sot ka kaluar shumë bukur me familjen Eli dhe Tito. Kishim kohë pa i parë krushkat dhe duket që kanë ndërtuar një raport jashtëzakonisht të bukur me njëra tjetrën. Por që ngacmimet e her pas hershme të fenomenit shkodran bëjnë që ato të shfaqen në rrjetet sociale. Videoja që Luizi ka publikuar po bën xhiron e rrjetit dhe duket që ka marrë një vëmendje maksimale fal nëna Angjit dhe nëna Letës, që përcjellin aq shumë dashuri dhe lumturi sa që vështirë të mos i komentosh dhe admirosh me fjalë. Ende nuk dihet se kush ndodhet tjetër me ta, por deri më tani Luizi ndau një moment të bukur dhe që shkakton shumë të qeshura dhe shumë dashuri njëkohësisht. E sigurt që Luizi nuk do ndalet me kaq dhe do vijoj t'i ngacmoj 2 krushkat bashkë sikurse ka bërë gjithmonë. Na mbetet vetëm të presim dhe ndërkohë të shijojmë videon që ai ka publikuar në profilin e tij Instagram.